Unë qumë Frok Mekzdedaj, vi nga lagja Nën Tereza, kryetar seksioni prej 27 vitesh. Unë kam 3 pyetje, zoti Berisha. Pyetja parë, si nohaci mirë i politikë që je, e ke nohatën e fije se keni shumë shputje nga baza, dhe më thënë u deshen 8 muj. Ja, një moment. Ti folë për vetë, po flasë për mbaroj vetë. fjalën. Keni shumë shputje nga baza prej u bën 8 muj që nuk kemi kontakte me bazën, sepse kjo baza, kjo po ama në Partinë Demokratike Gjallë. Dhe unë besoj se kjo është jo fajot personal, po kes informimi që bëhet që nga numri 2 i Partisë Demokratike dhe më poshtë. Dhe kryesisht drejtuesit e qarsheve, sepse drejtuesit e qarsheve janë të mrum, janë në listat të mbyllura dhe nuk besoj se nuk i njohin mirë as demokrat. Dhe pyetja e dytë është primaret, çështja primareve. Primaret si proces në vetë janë të shkëlqyera. Por në një pjesë të saj u kthyn prej mbrapshte, jo primare. Sepse u caktun ato persona që nuk janë votu kryesisht, nuk janë votu, kanë marrë pjesën më të vogël të votave. Dhe unë nisem nga qarku i Lezhës, duke marrë parasysh se sikur mos ishte Xhinxhoni dhe Lindita. Sa deputet do merrshim Lezhë, tu pas parasysh pushtetin arrogant Lezhë. Dhe pyetjen e tretë s'po mbahet me ta thënë, po ka që vështirë është të dorëzohet stafeta, doktor, sepse ti je një person që ke dhënë prova në 2013 si një burr shteti. Ke dorëzuar, po unë kam dyshimin se ke frikë se do na vinë ai lul tjetër. Dhe për këtë ke arsye. Ju përshëndes, faleminderit. Jo, ju lutem 1 minutë. Ja, një moment. Për sa i përket shkputjes nga baza, kritika do të merret parasysh dhe të garantoj që ne do bëjmë gjithçka për dialogun më intensiv me bazën. Me qoftë deputetët, qoftë drejtuesit e Partisë Demokratike. Kjo është, do të thënë, ky debat pat një pushim, një pauzë në periudhën që unë ja u shpjegova. Ishte periudha kur është zhvilluar një ndeshje pa dukshme midis nesh dhe qeverisë, ku ajo bënte çdo gjë për të ndryshuar raportin, me kërcënime dhe me të gjitha mënyrat, kurse ne bënim çdo gjë për të mbrojtur votën, dhe ata se ndryshuan dot raportin, vota u mbrojt. Së dyti, për primare, tani ke hapur një temë shumë të drejtë. Dhe për secilin për jush, në qoftë se ka një mënyrë që mendimi juaj të përfillet, që vullneti juaj të përfillet, unë besoj se vota dhe primaret janë. Se për ndryshe, nuk jeni ju që vendosni, po janë ata që ju delegoni dhe mirë është vendosni ju sa më shumë. Tani, a ishi një proces i përkryer? Jo, nuk ishi një proces i përkryer. Por, a mund t'ja u garantoj unë, Sali Berisha, ju këtë proces? Absolutisht jo. Mund t'a garantojmë bashkërisht. Ku e kam fjallën tani? Së pari janë listat. Tani, miku im, kryesia e Partisë Demokratike në Tiranë nuk mund të bëjë listat e demokratëve në Lezhë. Listat e demokratëve në Lezhë do t'i bëni ju vetë këtu.
dhe Partia Demokratike në Tiranë të mos guxoj t'i prek ato. Si që t'i bëni ju, t'i marrë t'i varë, kjo se... se do të viju në aty. Pra, listat, tani, kemi një, duhet ta pranojmë, ke një problem me listat. Pse kemi problem me listat? Kemi problem sepse ka një lëvizje shumë të madhe, njerëzish. Dhe ti ke rreth e sot që ka 8.000 antar, votojnë vetëm 2.000. Çfarë po mendoj? Dhe ky është udhëzimi i fundit për kryesit. 1. Listat do miratohen në kryesit e degëve. 2. Do pajisen me dokumentin e ri të gjithë ata që kanë votuar 5 vitet e fundit. Në qoftë se ke votuar 5 vitet e fundit, ta zamë është e caktuar data, ti do marrish dokumentin e ri. Në qoftë se nuk ke votuar, kënajt 4 vjet, 5 vjet në gjumë, prap je antar, por, tani të themi të vërtetën, a e merr ti dokumentin apo jo, kjo është çështja jote. Dhe për të marrë ti dokumentin do të aplikosh, do të mbushish formularin. Do mbushish formularin. Dhe pasi të mbushish formularin, ti dega do e sjell në Tiranë edhe do të prodhoj, do të jap dokumentin, do të sjell dokumentin këtu. Në këtë mënyrë, ne sjellim një thellësi, qartësi dhe i bëjmë listat më reale. Por edhe njëherë, listat duhet jenë atribut kryekput i juj, i bazës, i degëve. Nuk duhet heqim dorë, pristi, edhe gjë. Nuk duhet heqim dorë, se unë i ndigjoj, ka dhe njerëz, jo po s'ta u duhet të primarët, nuk ka mënyrë më të sigurt për të patur ju rolin që duhet të keni se sa vota. Nuk do të heqim dorë për tyre. Është një arritje ajo. Hajde t'i përsosim. Hajde t'i konsolidojmë. Ka defekt. Ku është defekti tyre, ta themu ta tjetër. Defekti tyre është të kandidaturat. Në këtë formë si që bëjmë ne, këtë formë po e quajmë 100% hapur, mund të ketë 1 ose 2 forca tjera politike në botë. Partitë e tjera, edhe ato që i kanë vutë parat primaret, bëjnë seleksionim. Kanë një komitet seleksionimi të kandidaturave. A do kalojmë ne në komitetin e seleksionimit apo jo, as unë nuk mund ta them, do jetë çështje debati, e diskutimit, në mënyrë që ta vendosim, po unë nuk jam që të heqim dorë nga primaret. Se më thonë, duhet vendosni ju. Prap, duhet vendosni ju. U themu ju. Tjetër, këto ishin. Pasarësit e bukur të shumë kjo. Tani, them me sinqeritet, vetëm gjë që s'mund ta bëj kurrë, pasardhësin. Jo. Nuk është reale. Nuk kam nërmend të la pasardhës as vajzën, as djalin tim. Pasardhësin ja u la ju, do ta zgjidhni ju, atë që të besoni më shumë. Kjo është... Besoj që i morët përgjigjet këtu. Kalojmë atje te zotëria aty. Që e kërkoj fjalën, po, dhe këtu. Do marrim edhe 3 pyetje të fundit.
Mi mrama gjithë, mirë se erdhe doktor Berisha në prezencën tonë këtë fest 35 vjetorit të themelimit të Lezhë të Partisë Demokratike. Ture i shëndet, quhëm det Biba Njeqi nga Plana, një ndër themeluesit e parë Partisë Demokratike në Lezhë. Erdha këtu sonde se po shmenëm çdo mëngjes e çdo darkë të ngju televizorin, po unë s'mund fol me ta. Erdha mi thënë dy fjalë këtu, non se do gjaj mirë kuptimin tuaj, se s'po ngjojmë asgjë tjetër, have veç miliarda, miliona lekë të vjetra. Ne jemi në opozit, jemi të humën, 38 vjeç kam qenë kur ka filluar demokracia, sot po bëjnë 73. Jam i pakënaqur jo nga ana juaj, sepse gjatë kësaj periudhe jam da me vlla, jam da me kalamaj e me kret, me ju nuk jam da, sinqerisht e them. Dhe betohem se me të derë kam qenë gjithëherë. Ndaj, zoti Berisha do ta gjej mirë kuptimin tuaj dhe të gjithë auditorit tonë, që të mirë kuptojnë pak oponentës kam qef me bo edhe për arsimoshe dhe për eksperiencë që kam në Partinë Demokratike e shkollës mesme. Kur je i humën, ka nevojë për analiza. Unë nuk do të hyj se janë marrë fjalori i shqipit nga aja deri Gëzheja me poshtërsitë që bojnë këto. Zoti na çoj në këtë fatkeqësi, po socialistët e kanë pasuar mën tash 13 vjet e nuk bojnë zonë, as nuk kanë kohën. Edhe prap tani unë kam bisetuar me miqtë që kam edhe majt edhe djathtë miq, thonë me ca flopa e jeme sa këtë pjellin e jotja, na s'kërkoj ma që lek vish mas merrni ju demokratit. Sinqerisht pa besoni, kjo është e vërtet. Ndaj them unë këtu, si demokrat që kanë ideal, nuk bëhet fjalë për interesa personale se unë tani kështu shkoj puna. 6 kalamaj kam. Më i riu, si që thaj zotëria para folë që unë jam këshpia. Prandaj zoti Berisha, edhe herë, du të mirë kuptoni, oponenca jeme e vogël ndoshta është në lidhje me të ardhmen që do PD-ja duke filluar nga sot dhe nesër. Fjalët janë marru për poshtërsitë e PS-s. Nuk e di se si e keni planin A, B, C në lidhje për sa i përket strategjisë për të fituar Partia Demokratike. Nuk ka diskutim kushje. Je nana baba në thojza e Partisë Demokratike dhe e demokracisë në Shqipëri. Unë të kam ljek shumë. Këtu duhet një luftë. Situata është shumë e vështirë, ne po vujmë. Dikur kanë ba thënë që të hamë në na. S'po na lajnë me harë, tash 3-14 vjetë. Ina të mbijet u vetë. Kush e ka fajnë? Ne si auditor jo. Ne japim vota. Ne shkojmë votime. Na hupin votat. Juve jeni atje, për ju votojmë. I keni deputet, i shofë në revolt. Dikur ka pas kënaqësi me pa parlamentin. Sot e kena në veri, vish në gjëjlajmet. Jo nga ana juj, jo peden. Ndaj thash po bëjmë pak oponentës, bol keni luftu, nuk kam që thamë për ty, se unë së mu dhanë men ju, se ju jeni të menë shumë vetë, ju menë shumë po je edhe për botën, sinqerisht nuk ka bëjmë loje, dihet se kush jeni, edhe banë shumë sakrifit. Nuk mund vijon 73 vjeç ma. Ka marrë më kam me shokët e mi që kam këtu njerëz që edhe më njofin. Nga Thomana në Tiranë, ka marrë më kam, 98-ën. Po jo i hera, po me 10 herë, idealim ka që. Ndaj thash, deputetet, sepse ne jemi edhe pa lek. Ne jemi edhe me nevoja ekonomike shumë domosdoshme. Shumica, ndaj PD-ja ka ra kështu në gjumë. Ndaj u baj thirrje, sepse ne nuk du të në ngeli hadrja shpejt. Jo ky, jo aj, jo se një tjetër. Deputet shumë mirë. Që ku po e festojmë për vjetorin e PD-s. Asë një nga në të kryetarët e Partisë Demokratike që janë qysh 91 nuk i ke këtu. Kanë ble makina dhe pallate. Kanë hik nga Amerikë, i ke 6. Edhe jena në veri. Që du të mirë kuptojmë, sepse edhe juve tash nuk bëhe flas nga ana e krahinore me do lokalizmin, sepse lokalizmin e ka do Tirana me verinë e jugun. Juve jo, jeni të rëku shumë i but. Na ke lanë ne mas dore, bile ke simuluat të i thanë opozitare vlezër. Më falin se edhe kam edhe dy tjera, se nuk është apo zgjatëm se edhe kohë është lënë. Tjetra, zoti Berisha, në lidhje me strategjinë e Partisë Demokratike, nuk u fut ajo se sa japim lek tjerëve na, marrë me na bo dhe fushat, sikur t'ja u shedhan janë 1000 vetë dhe keme rrëthuat Kryeministri Erbur,
Ma thot menja sepse doja kishin shend ato gjama, doja kishin pris. Mendoj unë. Mendoj unë që ato lek, mami e mena i badhan një se ka të rikë, se luftojnë për zote pa armë, se ta shimë armë nuk e dumë, se ato e thotë. Por e komunizmi ka ra rraf kështu si nuk batë fjallë, thash. Ato nuk kërkojnë asi lek, jo mi pa me trëp, e gjanë e gjallë, po mi a pa shembe në kretë një horë të reshi, sepse rëfara komunizmi dhe shpres në zotin. Kërkoj dhe mirë kuptimin prap, sinqerisht, zoti Berisha, kush ta ka lidh atë nyjen të drejtësisë tone që jena nga ata akoma? Ku është lidha jo pa drejtësia jote? Ku? Sikur ta heshish atë edhe ti thush dikujta, sepse jo se të bën gjatë, jo në ngrata, po ti me të fut në ku do me të fut të delse, dole në drejtare, 332 ditë. Nuk ka burshit me lëdy, ja. Të lutem, a ke mundësi në qofë se mundesh, duke mas na i tërgu sekrete që kena mi bënë, se na i thoshim do t'ju bëjmë, do t'ju mishim, mas ma mirë mas ma kalzuën e me mujtë mja bënë surprizë, e mi i vëroha, mi i qitë fare. Ju faleminderit shumë, ju përshëndes gjithë. Jam Rita Gjoni, Bashkia Lezhë. Unë nuk kam një pyetje, po kam një kërkesë ndaj kryetarit të Partisë Demokratike. Kërkesa ime është që të brenda mundësive të rishikoni statutin e Partisë Demokratike, që të keni mundësi të drejtojnë Partinë Demokratike ai që ka forcë, shpatulla dhe takat ta drejtojë. Më thënë, sot të Partia Demokratike, për shumë arsye, ndoshta dhe për kontributin e Partisë Demokratike baza, qendra, është më i vogël se që ka qenë, për mund të bëhet akoma më e madhe se që është sot. Dhe sot duhet ta drejtoje dikush që ka forcën për ta drejtuar. Pavarësisht nëse një person është i aftë dhe ka edhe funksionet e tjera, të mund ta drejtojë Partinë Demokratike, të paktën për Lezhën. Partia Demokratike në Lezhë ka nevojë të riformohet nga fillimi, duke filluar që nga forumi rinor, forumi gruas, qendra, çdo gjë. Që të bëhet ajo Partia Demokratike e madhe që kur bënin protestat mbushte gjysmën e sheshit në Tiranë. Jo si jemi pak sot, po jemi më pak se që kemi qenë. Qofse kjo është një sugjerim për të marrë parasysh në rregull, por detajet mund t'ju kërkoni koordinatorëve tuaj dhe mund ta shqyrtoni më tej në qoftë se është e mundur. Ashtu siç juve mund të drejtoni, mund të mbani dy detyra, ashtu mund t'i mbajnë dhe të tjerët, besoj që Partia Demokratike të ringritet nga fillimi. Paktën për Bashkinë Lezhë, ndoshta edhe në qarkun komplet. Faleminderit. Faleminderit për sugjerimin, për propozimin, dhe do ta kemi parasysh, qoftë pasqyrimin në statut, dhe është i domosdoshëm një statut që në tërësi do ketë ndryshime dhe shqyrtime në kuvendin e ardhshëm. Jeni të ftuar të sugjeroni, të bëni propozime që absolutisht do mahen parasysh. Po, edhe pyetjet e fundit, sugjerimit e zotëria aty. Po, janë në fjalën përmbyllse. Në fjalën përmbyllse do ta diskutoj doktor Berisha, ju lutem. Po, do flasun tani. Po, pas këtij. Ja, një moment, ja lejojmë zotëris pyetjen e tij, fjalën. Jam Nazër Prendikovi, ish drejtuesi i Partisë Demokratike Lezhës, disa kohë më parë. Jam me probleme shëndetësore dhe kam frikë se nuk kam rast tjetër të flas me ju, e desha të flas sot. I nderuar kryetar i Partisë Demokratike, profesor Berisha. Nuk presim rezultatet e reja me metodat e vjetra, thot një shkencëtar i madh Albert Einstein. Këto është dhe pyetja për ju.
Unë mendoj, ka ardhur koha që Partia Demokratike të promovoj disa dhjetra intelektual të rinj si orator para të bimeve të ndryshme në për Shqipëri për të demaskuar këtë regjim monster antikombëtar. Pse Partia Demokratike nuk ndërton një strategji të ngjashme të re në një nivel më të lartë se të vitit 2005 me ish-kopin e famshëm që dha rezultat në atë kohë, pa çka se gjysa për tyre ishin tradhtar. Pse e ignoroni një ide të tillë? Unë si demokrat i vjetër i Partisë Demokratike dyshoj në egoizmin, protagonizmin ekstrem të kryesisë së Partisë Demokratike, pse jo, edhe të deputetëve tonë që kanë dalë nga listat dhe jo nga votat direkte të popullit. Shkrimtari i madh Goethe ka thënë, në çdo luftë shumica mundet me shumicë, që do të thotë për Partinë Demokratike se elektorati fitues i joni është elektorati i zhgënjur i Partisë Socialiste, pa anashkaluar partitë e vogla. Kam vënë re shumë rrallë të ndërtoni oratorin tuaj drejt elektoratit të zhgënjur të kësaj qeverisje. Oratori Ciceron i Romës ka thënë, nuk ka gjë më të mundur që nuk bëhet e mundur, edhe njëherë, nuk ka gjë të pa mundur që nuk bëhet e mundur në politikë nga oratorët e mëdhenj. Këtu kam fjalën për orator të mëdhenj, me fytyrë të reja që ngjalli shpresë, besim tek populli për ndryshim. Një udhëheqës burr shteti mendon se për çfarë të bëj në fund të mandatit të parë dhe një burr shteti mendon si të fitojë zgjedhjet e dyta të radhës e për të përfunduar diktaturën. Jo, se më Shqipëria në këto 113 vjet e fundit nuk ka nxjerr burra shteti. Përjashtuara me zogu, Sali Berisha është një provë për burr shteti. Doktor, doni një fjalë për mbyllëse të zotit Berisha? Ju falenderoj shumë për ndërhyrjet tuaja, për këtë pritje. Ju garantoj se Partia Demokratike do të përmbush misionin e saj, detyrimin që ka për të garantuar votën e lirë shqiptarëve dhe fitoren e opozicës. Me 24 janar, Tirana, Sheshe dhe Rrugë janë të opozitës. Ndaj dhe juftoj të derdhemi të gjithë në Tiranë për të treguar vendosmërinë tonë për të larguar me vendosmëri këtë qeveri nga pushteti. Ju garantoj se Partia Demokratike është një proces jashtëzakonisht të rëndësishëm të ripërtritjes, të përpunimit të programit dhe strategjisë për të realizuar misionin e saj
për mbysjen e diktaturës së dytë në Shqipëri dhe rikthim në demokracisë. Rrofsh ju, rroft Lezhë, rroft Shqipëria.